Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana, Social Top 5. Atëherë për këtë javë në botë, në vend të 5 kemi përsëri The Rock. Nga 208 në 210 milion ka shtuar 2 milion. Vendet e para që dominojnë botën për numrin më të lartë të followersave në Instagram në fakt janë vende të cilat nuk po i lën hapësirë VIP-ave të tjerë që të dominojnë duke edhe po të futen në këtë apo këtë top 5 sepse shtojnë nga 2 deri në 4 milion në javë, kështu që është pak a shumë e pamundur. The Rock binçëm 2 milion zë i arrit. Atë mos e thuaj se nuk i dihet kur mund të i arrish sepse kemi përputhen këtu që na shtojnë nga qindra në javë. Në vend të katërt kemi personazhin shumë të dashur për publikun botëror, i cili javën e kaluar ishte në vend të parë, është Justin Bieber. Nga 154.5 milion në 157, pra ka shtuar 2.5 milion për këtë javë. Por që ka rënë në vend të katërt. Ka rënë në vend të katërt, duke qenë se javën e kaluar ishte në vend të parë. Në vend të tretë kemi të shumë përfolurën e këtyre kohëve, madje janë bërë dhe shumë me këto kohë 2021 që priti të nisej kaq mirë, por ai me ç'duket po nis pak vrullshëm edhe për poshtë. Pse? Kim Kardashian po ndahet nga Kanye West. Po mendohet që në fakt do kishte më shumë vëmendje ky lajm i bujshëm i ndarjes së saj dhe klikimet do të rriteshin. Mendoj që njerëzit kanë arritur në atë pikë të jetës tyre sa që 2020-a ju ka bërë aq shumë përshtypje dhe kanë parë të papara të botës sa që ndarja nuk mund të jetë më një gjë që bujshme dhe aq e famshme sa për t'i kthyer sy dhe për t'u konsideruar një super lajm. Do ta shohim në vim se sa do të rritet Kim Kardashian për këtë javë ky lajm. Në vend të dytë kemi dy personazhe sepse janë disa vende të cilat në fakt gjithmonë ndahet, është në fron i cili ndahet sepse nuk mund të ketë vetëm një udhëheqës. Është Ariana Grande nga 212 në 215 milion dhe Kylie Jenner nga 205 në 208 milion, kanë shtuar praktikisht të dyja nga 3 milion ndjekës të rinj. Vendi i parë Cristiano Ronaldo është për të dytën herë në mos gaboj mbreti i vendit të parë nga 248 në 252 milion, pra ka shtuar 4 milion ndjekës të rinj. Me sa duket jo vetëm karriera e tij futbollistike dhe me arritje të shumta, por interesi i madh për jetën e tij private, bashkëshorten e tij bukuroshe Georgina, si dhe fëmijët dhe mënyra si jetojnë apo si e kalojnë ditën në krye të listës. Por kalojmë tek VIP-at shqiptare, ata të cilët kanë humbur fillimisht. Ata të cilët përse do hidhërim. Po nejse, të mirën e lëm për më fund. Mbyllim mirë. Në rregull. Kemi 3 ulje. Për të tretën javë kam përshtypjen Alessia Bami vazhdon të bjerë me numrin e followersave të saj, nga 429 që ishte javën e kaluar ka arritur në 421. Kemi gjithashtu Rachel Kolaneci, cila ka rënë me 2K, dhe Francesca Jace, fakt ky i cili më bëri realisht shumë përshtypje dhe përtej aludimeve apo mendimeve që mund të ketë gjithsecili prej nesh, më duket pak nuk mund të them e pa precedent, por e pa logjikshme që një personazh për një javë të humb një numër të tillë followersash, ka humbur plot 89K. Nga 433 në 344K. Foto e saj e fundit në fakt ishte një foto shumë e bukur me buzë të kuqe tepër e kuruar dhe me trëndafil gold në dorë. Foto prapë në lojë ato që kemi diskutuar. E kemi diskutuar sepse un kam vënë realisht të re, por ja kam dhënë atributet giveaway, që çdo personazh bën giveaway edhe arrin të marrë një numër të caktuar followersash, të cilët në një kohë në një moment të dytë edhe mund të humben. Por prapë humbja dhe shtimi i konsiderueshëm në këto lloj shifrash lë shumë hapësirë për të dyshuar që janë ndjekës reale apo janë të blerë apo të marrë me programe të ndryshme. Këtë mendojeni ju dhe logjikojeni ju. Ne kemi vetëm shifrat. Edhe vetëm kujdes tani, se kemi ju kemi. Po ju vëmë tek ata që janë ngritur tani më në vend të 5 kemi prezantuesen dhe blogeren e famshme Chiara Tito, nga 290 në 301K, ka shtuar 11K për këtë javë. Chiara në fakt dallon gjatë gjithë kohës, është shumë aktive në rrjetet e saj sociale, duke postuar foto të ndryshme, duke ekspozuar veshje të ndryshme si dhe linjat e saj. Një blogere të Mirfields tash. Po. Në vend të katërt është Megi Pojani. Në fakt Megi 2 javë qëndroi pa lëvizur nga 248K-ja e saj, por këtë javë ka shtuar një numër të konsiderueshëm ndjekësish, praktikisht nga 349 në 365K. Ka një giveaway
Në fakt, po nuk e din qoftë se ka qenë realisht kthim thyshi me një hershëm nga ky giveaway, por që faktet janë këto dhe ne nuk mund të shkojmë për te kësaj, sepse 16k në fund të fundit nuk është një shifër e konsiderueshme për të thënë që mund të ketë bërë diçka për te kësaj. Në vend të tretë, Bora Zemani, nga 512 në 550k, pra ka shtuar plot 38.000 ndjekës të rinj. Fenomeni i përputhen e kemi diskutuar gjatë gjithë javëve të Social Top 5, por jo vetëm, dhe në Live from Tirana. Këta kam përshtypjen, por jam shumë e bindur që janë ndjekës të vërtet, duke qenë se është bërë dhe përputhen Prime edhe janë, le të themi, shumë të larë në kohë rekord. Mjafton të shkosh tek faqet e make-up-artistëve të përputhen, për shembull, jo tek faqet e vet atyre. Edhe make-up-artistët, dhe tek make-up-artistët mund të shikojnë që personazhet e përputhen kanë shumë më shumë like, domethënë 5 fishin e gjithë personazheve. Pëlqehen në një mënyrë të jashtëzakonshme, domethënë ka qenë një tornado e vërtet që ka tërhequr pas vetes miliona ndjekës, shikues, njerëzit kanë një interes të padiskutueshëm për ta. Madje kam përshtypjen, siç e kemi deklaruar dhe herët e tjera, që Instagrami është një industri shumë e fuqishme që pas vetes tërheq edhe shuma monetare dhe është interes i madh që të ketë sa më shumë ndjekës. Praktikisht për shembull Bora Zemani dhe i vazhdon dhe reklamon me ritme të larta biznesin e saj. Tani këtu pyesim mos e ke emrin, por të shikojnë direkt Instagramin sa ndjekës ke. Kështu që në vend të dytë jemi në vazhdon e përputhen, duke qenë se po flisnim me fjalë goxhat më dha që shndrojnë ende. Fjalë të cilat vazhdojnë dhe kanë lënë Tea Trifonin për këtë javë në vend të dytë, nga 420 në 460k, pra ka shtuar 40.000 ndjekës të rinj. Në fakt edhe në emisione të ndryshme ku kanë qenë të ftuar, si për shembull tek Shiko kush luan, ku kanë qenë të ftuar personazhe të përputhen, Tea është personazhi i cili thuhet më shumë se është më pëlqyer nga publiku. Madje edhe vetë Manushi shprehu një pëlqim për personazhin e saj, karakterin dhe gjithë ato që ajo përcjell. Duhet të se ka treguar që është një vajzë e matur e qetë e të tjerë. Në vend të parë, dhe ajo dominon me followers nga të gjithë po, ka numrin më të lartë. Në vend të parë kemi një super personazh shqiptar, është Luana Vjollca, që nga 1.9 milion ka arritur në 2 milion, ka arritur 100k, ka për 2 milion. Të emisionit të saj Shiko kush luan është një uragan, një vulkan i pandalshëm. Personazhe aty, përveç kësaj ajo ka ditur ta shfrytëzojë edhe në YouTube, duke i marrë personazhet që ka të ftuar tek përputhen edhe i bën tek përputhen. Personazhet e përputhen do thoya. Personazhet që ka të ftuar te Shiko kush luan i ka të ftuar më pas në YouTube edhe After Party. Tek After Party është goxha e mirë dhe me rrjete sociale. Programi i fundit i 1 janarit ka qenë një shpërthim i jashtëzakonshëm, me thënë të drejtën, ishte një super program i kuruar deri në detaje. Luana pati dhe performanca të saj, pafund veshje, super make-up, super. Do të thënë ishte një realizim realisht për të vlerësuar dhe Shqipërisë si duhet. Bëri dhe intervistën me veten. Dhe intervistë me veten duke treguar dhe dëshmuar që vetëm ajo mund ta intervistoj veten, mund t'ia jap atë privilegj askujt tjetër, por që në fakt është realisht një potencial i madh i televizionit shqiptar. Dhe ky potencial që ajo solli sigurisht e listoi në vend të parë. I dha Fronin për këtë javë të Social Top 5-it ton e i dha kurorën. Por gjërat ndryshojnë shumë shpejt në rrjetet sociale, në Instagram veçanërisht, kështu që you reach the top, but you have to know how to keep it. Mund të arrish të jesh i pari, të kesh 2 milion ndjekës siç ka Luana, por duhet ta dish ta mbash dhe të mbash ritmin. Ata pik mbushet dhe pik shprazet, kështu që unë ju falenderoj shumë që qëndruan bashkë këto momente. Kënaqësia gjithmonë e imja që të vi të premteve këtu me ju. Sigurisht të premten përsëri bashkë. Live from Tirana.